5 vite pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lideri historik i Demokratëve Sali Berisha erdhi sot në parlament për të njoftuar se sanksionet ndaj tij u hoqën nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Unë erdha, u krye Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se vendimi për heqjen e sanksioneve i është komunikuar kryetarit PD Sali Berisha nga ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn, në një bisedë telefonike. Vetë Berisha preferoi të mos komentojë gjatë këtë vendim, pavarësisht pyetjeve të gazetarëve. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Kur ka patur një sankcion vizën. Në 19 maj në vitit 2021, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken firmosi shpalljen non grata të liderit historik të Demokratëve, ish kryeministri Sali Berisha për korrupsion madhor. Berishës dhe familjes së tij u ndalua hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri historik i Demokratëve Sali Berisha reagoi kundër këtij vendimi duke paditur për shpifje sekretarin amerikan të Shtetit Blinken në gjykatën e Parisit, por gjykata nuk i dha të drejtë. Për shkak të sanksioneve që Shtetet e Bashkuara vendosën ndaj Sali Berishës, kryetari i PD-s Lulzim Basha vendosi në 9 shtatorin e 2021 ta përjashtojë nga grupi parlamentar. Zoti Berisha nuk do të jetë antar. Berisha reagoi kundër këtij vendimi duke nisur një lëvizje brenda Partisë Demokratike që përfundoi me shkarkimin e Lulzim Bashës dhe rikthimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Pas zgjedhjes së Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Partia Demokratike filloi përpjekjet për heqjen e sanksioneve ndaj Sali Berishës. Një vit më parë, PD kontraktoi një kompani lobimi, Continental Strategy, me një pagesë $250.000 në muaj. Në kontratë shkruhej se kompania do ndihmojë Partinë Demokratike në krijimin e kontakteve me zyrtarë të qeverisë dhe Kongresit Amerikan për promovimin e kauzave si lufta kundër korrupsionit dhe reformat në interes të marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Por mes rreshtave lexohej se pjesë e punës së kompanisë do të ishte heqja e sanksioneve ndaj liderit historik të Demokratëve, Sali Berishës.